Guidat lokale është shumë e rëndësishëm roli i tyre pikërisht për këto arsye, sepse shtigjet malore vetë kanë rregullat e tyre. Pra edhe nëse një grup, siç kemi vënë re së fundmi, mund të vijmë në një guidë kulturore. Guidat e tona kulturore kemi më shumë në tregun tonë dhe janë shumë të formuar dhe janë shumë të mirë, por kur bëhet fjalë për ecjet malore, ato kanë disa rregulla dhe standarde të tjera që përtej aspektit fizik duhet të dish edhe si të sillesh. Ndodh që shumë shpesh agjenci të ndryshme duan që ta bëjnë, nuk e di, po marr shembull ujvarin apo syrin e kaltër në thes që në dukje të parë janë disa ecje të lehta malore dhe që një herë ti mësoj dhe mund ta bëj edhe një tour leader i huaj kushdo. Por që ne kemi disa rregulla dhe nga ana e ligjeve neve nuk na mungon gjë. Pra edhe ne i kemi sikurse vendet e rajonit që përtej tour leaderit të huaj apo guidës së huaj duhet kesh edhe një guidë lokale shqiptare.